Ku investojnë shqiptarët kursimet e tyre? Prej vitesh me radhë, ngurtësimi i parave në depozita ka qenë alternativa kryesore e investimit, prej të cilit kthimi është tepër i ulët. Nga ana tjetër, shqiptarët kanë pasur historikisht guxim për të investuar në prona. Mjafton të shohin bumin e pasurive të paluajtshme apo dhe gatishmërinë për të marrë kredi të mëdha. Po pse shqiptarët nuk kanë aq guxim për të investuar në instrumente të tjera financiare, si për shembull në titull qeveritar? A vjen kjo për shkak se ata nuk i njohin mirë dhe nuk i kuptojnë këto instrumente, apo se nuk i janë ofruar alternativat e duhura? Cilat janë instrumentet financiare që ofron aktualisht në Shqipëri dhe a do të diversifikohet ky treg me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera, do të zhvillojmë një intervistë me Besarta Tafën, pedagoge, dhe Gjergji Tafën, konsulent biznesi. Është e vërtetë që shqiptarët kanë guxim për investim, por këtë investim ata e bëjnë kryesisht në ato asete të cilat i ofrojnë siguri të plotë dhe maksimale. Një ndër këto asete është pikërisht, siç përmendët dhe ju, investimi në pasuri të paluajtshme. Pse? Sepse shqiptarët atë e shikojnë si një aset të prekshëm, shumë real, të cilin mund ta përdorin, mund ta japin me qira, gjithashtu edhe mund të kenë përfitime afatgjata nga ky aset. Gjithashtu, këtë aset mund ta përdorin edhe për ta lënë trashëgimit të brezat e ardhshëm, që është një ndër objektivat kryesore të investimit ndër shqiptar. Por, krahasuar me alternativat financiare, një ETF ose një fond investimi, që nga termi duket si diçka absurde për shqiptarin. Së pari, ai nuk e di se kush e zotëron, nuk e di sa është kthimi real nga ky fond investimi, nuk e di se si mund t'i marrë të ardhurat mbrapsht nga investimi që po bën, gjithashtu nuk ka siguri në atë të cilën ai investon. Prandaj mund të them që shqiptarët nuk kanë guxim që të investojmë në alternativa financiare siç janë fondet e investimeve, fondet e aksioneve, sepse së pari ata nuk kanë informacion të mjaftueshëm, por nga ana tjetër është tregu shqiptar i cili nuk ju ka ofruar atyre mundësi të mjaftueshme për të patur akses në këtë lloj investimesh. I pari instrument financiar dhe më i rëndësishëm që ofrohet nga tregu financiar shqiptar është një depozit bankare. Është ndër instrumentat më të sigurt, më të kuptueshëm për investitorin shqiptar, pavarësisht se kthimi nga ky instrument është relativisht i vogël, por risku gjithashtu është shumë i ulët. Një tjetër instrument është investimi në bonot e thesarit dhe obligacionet qeveritare. Risku është relativisht shumë i ulët, kthimi pothuajse i moderuar ose i ulët, por nga ana tjetër shqiptarët, siç tham, kanë besim të plotë te qeveria dhe se kthimi nga ky investim do t'ju vijë mbrapsht në kohë reale dhe pa shumë kosto. Mund të themi që një zhvillim së fundi kanë marrë dhe fondet private të pensioneve, edhe pse nuk ka zhvillim të dukshëm dhe në shumat e kërkuara ose siç pretendohet në tregun evropian, por përgjithsisht ky treg është i limituar dhe ka shumë mungesa për shembull në investimet në bursa, ka shumë mungesa në investime në fonde private pensionesh, në fonde investimesh me kthim të lartë dhe të diversifikuar të riskut. Ka mungesa në produkte financiare të veçanta dhe të klasifikuara si speciale ose specifike për konsumatorin shqiptar. Se do të bënim një top 3 të instrumenteve financiare që duhet të zhvillojë Shqipëria tani urgjentisht, cilat do të ishin ato dhe pse? I pari instrument që në përmendimin tim është shumë i rëndësishëm, duke marrë parasysh dhe zhvillimin që ky ka marrë në tregun evropian dhe më gjerë, është ETF-ja. ETF është një fond ku mblidhen aksione nga bizneset të ndryshme. Një ndër avantazhet kryesore të ETF-s është diversifikimi. Pra, një konsumator nuk ka pse të vendos fondet e veta totalisht në një kompani ku risku mund të jetë i lartë, por ai diversifikon fondet e veta në kompani të ndryshme me riskje dhe kthime relativisht të ndryshme, çka e mbron si investitor. Është një ndër format më të thjeshta për investitorin që pretendon të hyjë në Bashkimin Evropian, kostot janë relativisht të ulta, transparenca është më e madhe, mund të futet në këtë fond investimi me një shumë të vogël dhe kthimi është relativisht i lartë, gjithashtu edhe diversifikimi ndaj riskut është i lartë. Një element tjetër i rëndësishëm në të cilën investitori shqiptar mund të ketë akses është fondet private të pensioneve.
Ne po shikojmë që shumica e moshës së re mesatare po largohet nga Shqipëria dhe kemi një rritje të moshës së pensionit. Çka jep një shtys dhe një presion ndaj fondit publik të pensionit. Kështu që pjesëmarrja në një fond pensioni nuk shihet më si një luks, por shihet si një sigurim ndaj të ardhmes financiare të personave të cilët janë tashmë të punësuar në biznese të ndryshme. Por duhet patjetër një ndërhyrje nga qeveria duke bërë këtë formë investimi më tërheqëse nëpërmjet taksave më të ulta dhe më tërheqëse për investitorin, duke ofruar patjetër infrastrukturën për pjesëmarrjen në këtë lloj fondi, gjithashtu dhe pjesëmarrjen nga të dyja palët si punëdhënësi si punëmarrësi për të futur të gjithë fondet e tyre në këtë lloj fond pensioni, i cili do të garantojë kthimin pas disa vitesh pune kur impulsuari të dalë në pension, që relativisht ka një kthim të lartë pasi bëhet fjalë për mbi 30 vite pas punësimit.